Përshëndetje, unë jam Desarta dhe sot do të jemi me historinë e radhës. Përshëndetje, në radhë të parë duhet të falenderoj juve që më bët pjesë e kësaj interviste për të treguar diçka nga e kaluara e jetës time. E falenderojmë shumë Nexhin, e cila u bë pjesë e kësaj kause. Urojmë dhe shpresojmë që zëri i saj të dëgjohet nga gra dhe vajzat, të cilat kanë qenë ose momentalisht janë në një cikël dhune. Dhe tani, po ju lë të ndiqni intervistën e realizuar nga bashkëpunëtorja ime Irvana edhe Nexhi. Si nisi dhuna e tij ndaj teje? Ishte graduale, me faza të vogla që shtuan me kohën, apo ndodhi menjëherë? Ne kemi bashkëtuar që në ditët e para që jemi njohur. Kemi jetuar në një shtëpi dhe sigurisht që nuk erdhi menjëhershme, erdhi gradualisht, duke kaluar 1 vit e gjys, 2 vjet, ku personi filloi të shfaqte realisht se kush ishte. Erdhi nga si pasojë e një telefonate të një mikeshes time, aty ndodhi goditja e parë nga personi dhe pas kësaj vazhdoi me rresht vite me radhë. A pati një çast konkret kur e kuptove se nëse nuk largoheshe, do humbise veten dhe qetësinë e fëmijëve të tu? Çfarë ndodhi në atë moment? Çfarë të bëri që të mendoje më qartë? Sigurisht, momente dhe çaste ka pasur pafund të gjithë kohës së martesës, por çasti më përfundimtar që unë vendosa të hiqja dorë ishte kur më dhunoi me rri pantallonash në sy të djalit tim. Unë këtu i thash stop, edhe pse kanë kaluar kaq vite, unë nuk mund ta përballoj dot me këtë martesë. Kur e sheh sot jetën që ke ndërtuar, çfarë emocioni të vjen i pari? Krenari, qetësi apo falje? Për mua sot janë të treja bashkë. Jam krenare për veten time në këtë moment ku jam, sepse hoqa dorë shumë shpejt dhe gjithçka nuk përfundoi në tragjedi. Jam me fat për familjen time që kanë pas mbështetje gjithmonë dhe sigurisht që jam në faj sepse duhet të kisha bërë një denoncim dhe një urdhër mbrojtje, sepse përveç dhunës fizike ndër këto vite, unë sot po përballem në një dhunë psikologjike nga personi në fjalë. Nexhi, cili është mesazhi yt për vajzat e gratë që sot ndodhen në një situatë të ngjashme me atë që ke kaluar dhe ti? Mesazhi im i vetëm për të gjithë ju nënat, gratë, femrat është hiqni dorë sa më shpejt nga personat që ju dhunojnë, nga një martesë e dështuar, sepse dhuna përfundon në tragjedi. Unë ju lutem shumë që të ecim përpara, ne ja dalim gjithmonë, jemi të forta. Sigurisht i bëj thirrje edhe familjarëve që t'i kemi gjithmonë mbështetje, se pa ndihmën e tyre ne do e kemi vështirësi të ecim përpara.